Ministria e Zhvillimit Ekonomik në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të Malit të Zi organizoi tryezën e parë të rrumbullakët të dedikuar ligjit të ri për shoqëritë tregtare, zbatimi i plotë i të cilit parashihet të nisë më 1 janar 2026. Qëllimi i ngjarjes ishte që komuniteti të biznesit t'i paraqiste elementet më të rëndësishme të reformës së drejtës korporative, të shpjegonte dallimet në krahasim me kuadrin ligjor të mëparshëm dhe të mundsonte diskutim të hapur mbi çështjet që paraqiten në praktik para fillimit të zbatimit të dispozitave. Renata Milutinović, drejtoresha e përgjithshme e Drejtoratit për Zhvillimin e Industrisë dhe Artizanatit, theksoi se Ministria e Zhvillimit Ekonomik mbetet e hapur për dialog me komunitetin ekonomik lidhur me të gjitha çështjet që janë paraqitur pas miratimit të ligjeve kyçën nga fusha e së drejtës tregtare. Siç tha ajo, komunikimi me komunitetin ekonomik ishte planifikuar edhe para miratimit të ligjit, duke pasur parasysh numrin e madh të risive që ai sjell. Ajo kujtoi se ligji ka kaluar në debat publik, gjatë të cilit të gjitha sugjerimet janë shqyrtuar me kujdes dhe një pjesë e tyre është pranuar. Në lidhje me këtë ligj, zëvendës kryeministri për politikë ekonomike dhe ministri i zhvillimit ekonomik, Nik Xheloshaj, ekskluzivisht për televizionin Bojnë, deklaroi se ligji i ri për shoqëritë tregtare paraqet një hap të rëndësishëm në modernizimin e ambientit tonë të biznesit dhe në harmonizimin e plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Si akt themelor i të drejtës tregtare, ai siguron një kornizë të qëndrueshme, të parashikueshme dhe të standardizuar sipas normave evropiane për funksionimin e ekonomisë së tregut, gjë që përbën parakusht kyç për mbylljen e kapitullit negociues 6 dhe forcimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë sonë. Ligji sjell përmirësime të rëndësishme në qeverisjen korporative, vendos institutin e drejtorit të pavarur, ndarjen e qartë të roleve ndërmjet organeve menaxhuese dhe atyre mbikëqyrëse, si dhe rregulla më të precizuara të përgjegjësisë së menaxhmentit. Një tekst i veçantë është në digitalizimit të biznesit. Themelimi dhe regjistrimi elektronik i shoqërive thjeshtojnë procedurat, ulin kostot dhe shkurtojnë afatet, ndërsa procedurat më të detajuara të likuidimit kontribojnë në një siguri më të madhe juridike. Përshtatja me direktiven e BE-s për balancën gjinore konfirmon përkushtimin e tonë ndaj standardeve bashkëkohore dhe gjithëpërfshirëse të qeverisjes korporative, theksoi Xheloshaj. Të gjitha këto masa kanë një qëllim të përbashkët, krijimin e një vitisi biznesor më të sigurt, më efikas dhe më tërheqës për investitorët. Jam i bindur se ky ligj do të kontribuojë në stabilitetin, zhvillimin ekonomik dhe të armën tonë evropiane, nënvizoi zëvendës kryeministri Xheloshaj.